është një histori e një mbreti persian, i cili ishte e donte me të vërtet poplin. Gjë që nuk parandodh, por ky e donte. Kështu që her pas here vishej si një njeri i thjesht edhe shkonte dhe shikonte se ç'ndodhte në popull. Kështu që në njërin prej ditëve hyn në një shtëpi përdhese të varfër, e takohet me zotin e shtëpisë, një allëgji i vërtet. Hëngri atë që ai nxori, piu atë që ai i dha. Të nesën u vesh si mbret edhe shkoi përsëri tek ai. I tha më njeh, tha jeni madhëria, por tha unë isha dje dhe ti më dhe për të ngrënë nga ajo që hëngre ti dhe piva nga ajo që pive ti. Dhe i tha, çfarë mund të bëj për ty, çfarë mund të t'jap, çfarë mund të dhuroj. Dhe përgjigja e tij ishte e jashtëzakonshme. Ai tha, madhëri, tha, ti herë dhe hëngre me mua dhe pive me mua. Dhurata ju ke bërë të tjerëve, kurse mua më bëre dhuratë veten. Kështu që Perëndia na bëri dhuratë veten.